Atëherë i kthehemi, ka ndodhur një gjë tjetër. Ka ndodhur një gjë tjetër e pakëndshme për doktorin, për doktor Berishën, sepse në urdhën e Trumpit që shtyhet me një vit tjetër, se thotë gjendje e zakonshme për disa shtete, për fshihet e Ballkanit, për disa shtete e Ballkanit, rikonfirmohet, si thuash, edhe non grata për doktor Berishën. Pra se thuash, shpresa se Trump mund të hiqte doktorit non gratën, bie me këtë vendim, ose shtyhet për një vit. Pra ata që shpresojnë, ka një vit shpresë. Pra ata që thonë, aha, me këtë shtyrje s'ka më shpresë. Megjithatë ta shohim specifikisht çfarë është ky urdhër, 4 të lutem, dhe kthehemi për debat. Më 8 qershor 2021, presidenti Trump nënshkroi urdhërin ekzekutiv 14033, i cili zgjeroi fushën e gjendjes së emergjencës kombëtare, të shpallur në urdhërin 13219, siç ishte ndryshuar, duke konstatuar se situata në territorin e ish Republikës Federative Socialiste të Jugosllavisë dhe në Republikën e Shqipërisë gjatë 2 dekadave të fundit përfshir minimumin e marrëveshjeve të institucioneve pas luftës, si dhe korrupsionin e përhapur brenda qeverive dhe institucioneve të ndryshme në rajon, pengon progresin drejt qeverisjes efektive dhe demokratike dhe integrimin e plot në institucionet euro-atlantike, dhe për këtë arsye përbën një kërcënim të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të SBA-s. Veprimet e individëve që kërcënojnë paqen dhe përpjekjet për stabilizim ndërkombëtar në Ballkanin Perëndimor, përfshir aktet e dhunës ekstreme dhe korrupsionin, vazhdojnë të pengojnë progresin drejt qeverisjes demokratike dhe integrimit në institucionet euro-atlantike. Për këtë arsye, gjendja e jashtëzakonshme do të mbetet në fuqi edhe pas datës 26 qershor 2025 për një periudhë shtesë prej një viti. Në këtë vendim të Trumpit nuk përmendet Sali Berisha. Të gjithë ata që më të drejtë përshtasin Saliun, e shohin ato si liderin e tyre dhe si yllin polar të lëvizjes së tyre politike, kanë drejtë thonë Trumpi se ka me doktorin. Sigurisht. Pse në disa analiza dhe zbërthime, kjo se thua i adresohet edhe doktorit. Esiona. Nëse je dakord se ndoshta mund të jetë. Jam dakord me ata që mund të mbrojë zotin Berisha në këtë rast, sepse së pari urdhri ekzekutiv është nënshkruar në vitin 2001, është urdhër i largët. Me problemet që kishte ish Jugosllavia, vendet e ish Jugosllavë në atë kohë, ndikimi rus që sërish ende është i rrezikshëm kryesisht për këto vende. Pra është një urdhër ekzekutiv i vitit 2001, i zgjatur nga disa presidentë në mënyrë të vazhdueshme. Nuk është se Trumpi ka bërë diçka të re, thjesht ka vazhduar diçka që Amerika e bënte. Dhe nuk ka ndonjë specifik konkrete me Shqipërinë, ka të bëjë kryesisht me Serbinë, lidhjet e saj me Rusinë dhe përpjekjet për destabilizim kryesisht në vende si Maqedonia, Malizi dhe më shumë Bosnjë-Hercegovina. Wow. Pra, nuk përfshin specifikisht Shqipërinë, Shqipëria nuk mund përjashtohet nga rajoni ku ndodhet dhe për shkak të kësaj është në këtë ishull. Po dhe pse shkon paketo dhe non grata e doktorit? Është interpretim abuziv që bëhet nga ata që duan të thonë që kjo është përfshin dhe Berishën. Sigurisht që zoti Berisha... Po prap njësojsh me Berishën, non grata vazhdo? Po, këtë do të. Zoti Berisha vazhdon të jetë non grata. Zoti Berisha nënshkroi kontratë të shtrenjtë lobimi për të hequr non gratën. Dhe ti tani një interpretimi për kundërvoj një interpretim. Jo, unë po them, zoti Berisha vazhdon të jetë non grata, por nuk është... Ushtyhet gjendja e jashtëzakonshme për një truall. Zoti Berisha është pjesë e gjës. Nuk thash që është bërë specifikisht për doktorin, po ndoshta Zoti Berisha është pjesë e gjës. Tani nuk është se do hiqin zoti Berisha me njëra ata me qenë se ka probleme me Serbinë. Problemi atyre është Serbia, problemi atyre është Rusia. Dhe Shqipëria është në rajonin e Ballkanit Perëndimor, është pjesë e ishullit. Avokat Trujillo, të cilët u thanë që morën dhe shpërblimet përkatëse për lobim. Tani këta zotëri një dha shpresë para zgjedhjeve popullit shqiptar, dhe së mos elektoratit djathtë, që do ishin non gratë doktorit. Për mua është një kontratë e dështuar lobimi e zotit Berisha, i cili nuk prodhoi asnjë rezultat. Jo që të ishte non gratën, po as i kishte garantuar një vizitë speciale në SBA para zgjedhjeve që nuk ndodhi. Maksimumi që ka fituar zoti Berisha nga lobimi është ai shkrimi i famshëm i zotit Nesho, një ish ambasador i nderuar për mua që tek Fox News, një media e rëndësishme amerikane pro Trumpit, u botua një opinion ku denigrohej kryeministri Rama. Unë mund bie dakord me një sër argumentesh të zotit Nesho në atë shkrim, sikundërse nuk bie dakord me opozitën që bën sikur Fox News-it ketë bërë atë profil kundër Edi Ramës. Pra, është një shqiptar
në opozit, mbi pjesë e strukturave të Partisë Lirisë, që ja ka dalë, ndoshta përmes lobimit, nuk di se si ja ka dalë, të Fox News të botojë një editorial. Nuk është një gjë e vogël, se mund të shohim dhe të gjithë nga një atje pas na e boton njëri. Un kam informacion që është prodhim i lobimit të bërë nga PD-ja kundër Ramës, por është e pamjaftueshme për Sali Berishën, i cili bëri një kontratë kaq famoze, kaq të shtrenjtë me paradhomën e Trumpit dhe mori kryestrategun që rezultoi patë në Shqipëri kryedështak. Ka dhe diçka, kontrata Jo, për lobimin e gjithmonë Berishës i shtoi dhe problemet me drejtësinë. Po hetohet nga prokurori e posaçëm, nga Spaku. Me marrësh një gjë normale, bini duhet. Po se të kaluam në këtë temën tjetër, po dakor, se ju jeni ndaj juve nuk i përgjigjet temës direkt dhe sugjeronin tema të tjera. Okej, thuaj, s'ka problem, më ke se s'do ta ndërpres se. Pra përveç se urdhri ekzekutiv i Trumpit nuk ka lidhje me non-gratën e Berishës, pasi Berisha shpall non-gratën më parë dhe kemi parë që historikisht non-grata nuk ka lidhje, po indirekt është ti je dakord me Esionin që është interpretim abuziv. Po. S'ka lidhje. Nuk ka por lidhje me a pson apo se pson? Se nuk tha një që ka lidhje. Berisha Berisha është non-grata, ka qenë. Se rëndon se nuk është se u hoq non-grata dhe tani ju Nuk është s'ka donte 26 korrik non-grata dhe tani me që u shty ky urdhër i shtyr dhe non-grata. Ai do të ishte gjithsesi edhe po të binte ky urdhër ekzekutiv kur s'ka donte afati 26. Zoti Berisha do të vazhdon të ishte non-grata. Zoti Berisha nuk është non-grata se ekziston urdhër ekzekutiv. Kam shumë dëshirë ta bëj polemik me ty këtë. Ja një sekond. Në opinionin publik shqiptar, por dhe në atë amerikan, shumë vendime të president Biden dhe të Blinkenit, sekretarit tij të jashtëm, janë paremruar që do të çfuqizoheshin nga administrata Trump. Po kur nuk kanë përfshirë Një pjesë e tyre janë çfuqizuar. Kemi çfuqizime dhe anullime. Tani, situata në Ballkan është kjo. Lobistët e doktorit dhe të Partisë Demokratike kanë tentuar ta shfuqizojnë non-gratën, pa sukses, dhe në interpretimin, po themi, e medjave të majta, po hajde pa e qojmë kështu, thuhet që ky vendim i Trumpit, dhe se thuash, është një konfirmim i linjës së Bidenit, ku përfshihet dhe vendimi i administratës Biden për non-gratën e doktorit. Zoti Trump nuk ka ndryshuar asgjë në politikën e non-gratave kudo në botë përfshi Ballkanin Perëndimor. Dhe mos harrojmë zoti Berisha është non-grata më pak i rrezikshëm që ka shpallur SBA-ja dhe ka ato në fuqi. Sa kemi në Bosnjë, sa kemi në Malzi, sa kemi në Maqedoni, sa kemi në Serbi. Pra, kam përshtypjen që kjo loja non-gratës nuk hapet. Edhe unë jam dakord me ty, mund të jetë më pak i rrezikshëm, po është më vistozi, më i madh. Dakord, po nuk është as më i madh. Dakord, po ka qenë në Bosnjë. Ka dhe kështu biznesmenë e gjona kështu pa tuti marrë ata. Që ndikojnë te lëvizjen e shtetit më rëndësishëm sa ti je president. Po të hapet loja non-gratës për Berishën, qoftë për shkak se të një lobistit fort, do hapet loja për gjithë tjerë që janë të rrezikshëm për stabilitetin në rajon. Kjo është arsyeja besojnë që nuk hapen. Ade, nga ana juridike, Buzheku, ky vendimi i Departamentit Amerikan të Shtetit e përfshin pa e cilësuar doktor Berishën në një lloj, mund të themi një re-updatim apo një riporteti dhe një vit tjetër të non-gratës, apo jo? Në fatin kohor të një viti e përcaktuar kështu jo, por e përfshin pa dyshim, sepse një nga motivet që dhe u lexuan ishte të gjitha ata të cilët janë përfshirë në korrupsion. Dhe non-grata e zotit Berisha është dhënë për arsye korruptive. A e përfshin në këtë vitin po sepse i mbyll mundësinë që në këtë vit çfarëdo lloj lobimi, çfarëdo lloj arsyetimi, force apo dhe vetë le të themi vllai Trumpit po të jetë, nuk ka çfarë t'i bëj. Sepse nëse do ta bënte ai individualisht, do të thotë që duhet binte nga ana tjetër ky urdhër ekzekutiv i shtyr. Pra pa që ka lidhje. Patjetër që ka lidhje, sepse është përcaktuar në aspektin juridik, është përcaktuar dhe lidhet me motivin e interpretimi politik. Ishte shumë e kthjellët, shumë e qartë. Zhe, ti e quan të kthjellët se thjesht sepse të mbron argumentin tënd. Jo, s'është nga ana teknike juridike. Nga ana juridike. Po thotë që ngrin marrëdhënien e Ballkanit një vit. Nuk të lejon ai të futesh më tu. Një minutë. Tani, nëse ky urdhër ekzekutiv do të skadonte, nuk do të rinovohet ata 26. Berisha do ishte non-grata apo do hiqej automatikisht? Nuk është kjo pyetja. Jo, kjo është pyetja. Berisha do ta kishte shumë herë më të thjesht për të pa
patur një mundësi për ta hequr. Por do të Me ishte këtë prapë e non ka grata. taksativisht Por për prapë një do të ishte vit non grata. të ndaluar. Shfuqizimi i këtij urdhri nuk do të sillte më një herë heqjen e non grata. Juridikisht është shumë e thjeshtë. Nuk është. Gjatë këtij viti është shumë e thjeshtë, është elementare. Këtë vit me shtyrjen e atij urdhri ekzekutiv që përmban brenda edhe non gratën për korrupsion, të kujdo dhe minim të individi, demokracisë. të kujdo individi që shtrihet apo ka marrë non grata në Ballkanin Perëndimor, nuk ka asnjë lloj shansi dhe të drejte të kërkoj një, le të themi, rishikim të tij. Ama mbas një viti, nëse ky urdhër bie, duke qenë se bie dhe elementi i përmbajtur në të që ka të bëjë me korrupsion, unë flas te avokat tash. Kjo është çështje se si arsyeton avokati. Kushdo avokat me 2 gram truk këtë do i thoshte. Në të cilën mbas një viti se ka rënë barriera mëm. Pra norma juridike ajo kryesorja ka rënë dhe ti ke hapësirë do duhet prapë të kërkosh të lobosh, se nuk e merr automatikisht, jam duke të thënë. Po automatikisht asgjë nuk merret, një gjë që është bërë me shkrim nuk ka automatike. Edhe ekspulset, nuk ishen automatikisht, po s'bëre kërkesë pranë organeve kompetente. Të krahasosh Berishën me Dodik edhe me shumë eksponentë të tjerë që sot po ndezin luftra në Bosnjë. Dodik është edhe i kërkuar ndërkombëtarisht. Me interferenca serbe dhe ruse, kupton që profili Berishës, profilin e njerëzve të vërtet pse SBA-ja e mban këtë urdhër aktiv. Jemi dakord, po profili personal është një gjë dhe profili juridik është tjetër. Jeni papajtueshmërisht të pajtueshme. Të papajtueshme. E më rrët. Të papajtueshme. Kështu që janë të dyja me të bardha, po nuk gjejnë paqe. Papajtueshmërisht e papajtueshme. Kemi ty na bërë. Dhe prandaj, jo, s'keni çfarë thoni më sepse papajtueshmëria u vendos dhe u artikulua. E pranojmë. U artikulua, jo, në rregull. Duke se SBA-ja vazhdon presionin dhe figurave me element korruptiv, siç janë ku futet edhe zoti Berisha. Berisha sigurisht që e përdor këtë si përdor politikisht, mendoj që pretendon se ky vendim nuk është personal, po është një vendim i cili vjen nga kryetari i qeverisë Edi Rama, potencialisht iniciuar nga Washingtoni dhe përpiqet të portretizojë si viktimë të një komploti qeveritar dhe politik. Por mos harrojmë që një vendim si mbasi siguroni që kam, që do jap tani, Berisha thotë që vendimi i Trumpit nuk është për atë, është për Ramën. Po pra. Për Ramaduron. Shëqon, Ramaduron. E kam tu, Ramaduron. Berisha. Tani, ka është, do vënë, e Siona Styll, që thotë që s'ka një lidhje më dhe. E thotë, jo, ka lidhje. Për Ballkanin, po e ka për Ramën. Si rregull, me ata që janë pushtet do ta ketë Amerika, ta bëjë korrupsion. Por fakt Amerika në perspektivën e të korruptuar dhe ata që janë rrezikshëm për sigurinë e korrupsionit. Për sigurinë kombëtare. Siç përputhet me aktin e non gratës. Pikërisht për atë do në shumë të caktuar aty terminologji. Zgjatja e non gratës për Berishën e dëmton atë si figurë politike ndërkombëtarisht. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që jep një lloj qasje Partisë Demokratike të Bashës dhe Talibejt për të qenë sa më të besueshëm në syrt e ndërkombëtarëve. Kështu që unë shikoj që këtu është duke u përgatitur një linjë e re për reformimin e Partisë Demokratike, duke mbajtur sërish Berishën non grata. Mos harrojmë që një vendim i tillë, një vendim që ka qenë, por që vazhdon të jetë funksional, vjen në kohën kur Berisha është në një proces shqyrtimi gjyqësor dhe në disa procese të tjera familjare. Okej. Ate, pas se të pjanë lërtë, ata lëm doktorin të thotë të vetën, kemi një sinkron. Se folë për doktorin në mungesë, se unë vje që doktorin e kam shumë të shqitë të kemë në studio, po aje parë për qenë dhe studio tjera, po do vi. Të lutem 5-ën, doktorin. Zoti Berisha, presidenti Donald Trump ka shtyr fuqinë e urdhrit ekzekutiv për gjendjen emergjencës në Ballkanin Perëndimor, ku përmenden edhe individët e korruptuar. A keni ju një koment për këtë vendim? Ramaduro. Çfarë komenti tjetër don? 3 ditë para, kryeministri i Shqipërisë nga media kryesore numër 1 e Shteteve të Bashkuara dhe botës u damkos Ramaduro. 3 javë më parë, një zyrtar i lartë i Departamentit të Drejtësisë solli këtu mesazhin e ministrit të Drejtësisë Shteteve të Bashkuara apo prokurorit përgjithshëm, quajini si doni, me të cilin kërkon që Shqipëria të
merret me kartelet e saj të drogës. Po për kë bien këto kambana? Si të mos e shpallat rëmthujti mu presidenti Trump, Ballkani një zonë të rrezikshme? Kjo është arsye. Kartelet po, Ramaduro po, gjitha së bashku. Pra Ramaduro, pse qesi kur flet doktore? Ka humor të fshet? Apo nuk beson që... E kam pa gjithmonë sfidgjej, sa herë i vë mikrofonin përballë që duhet të rri njëri serioz dhe të mos qesh, është e pamundur me doktorin, në ditën e tij më të zezë, mos qesh me të që thotë. Epitetet i ka pamë. Po, të më thënë. Si rregull duhet qeshim për Ju jeni më të ri, e se në ti jemi e re, po ki parasysh që kur përnë konferenca shqipi doktori 97-98, kishte edhe nga ata gazetarë që shkollin shumë shpesh të mbajnë. Shqyqyq s'po jetoj me të kohë shkollin shpesh të mbajnë se kishte shumë stres edhe... Shqyqyq s'po jetoj me të kohë. Tani doktori bën dhe në qikë humor vetë, se di që kjo është arma e fundit që ka. Se armët politike për fat të keq të opozitës, si tha dhe Kalaja, ka dhënë në dorëheqjen e shumë bukur, nëse mos hapemi. Lert? Opinion jote. Së të them. Pse urdhri Trumpit ka të bëjë me këtë korruptuarit në Ballkan. Këtu ai përfshi edhe doktorin, nuk është as rasti parë, rasti fundit, këtu, në fakt nga kujtojt ajo poezia e Shefqet Musarajt, që thot, u mbyt gjemia me federal, o bura, popull kush mund të dalë, e kupton? Pacet fashizmi dhe vinceremos, se iku koha e babaqemos. Edhe ti pret revolucion dhe populli thot, pa kur t'i shohësh thot, derven, në vend të pushkve, gota dhe enë, do bëjmë luftë, demore dhe, lumë si ti popull me zina ke. Pra, është pak demonizuese për ballin kombëtare, si nuk është, po që kemo me bendin, ne flasim ato, shiko, gjithmonë tekstet varet në çfarë konteksti që thoni ju në Shqipen e re, pra në çfarë e thana që vendos. A është një tekst që është bërë... Pra dhe unë këta po ikin kërkojnë Pace Kerama. Dhe këta Pace Kerama ikin gjitha, kërkojnë e ndërtimin dhe bëndën e biznes. Këta kërkojnë pace, Po e mungon pilafi. Më kujton... Pilafin e kanë me vete. Ka qenë një... Shkënë me pjatë në pilafi, thotë, kërëminis të e cik Pace. Po, kujton atë historinë e Çimit, kishin qenë me xhirim në Shkodër, edhe po dilin besimtarët, sa kishte mbaruar mesha, edhe ishte grupi xhirimit aty, edhe shifrin Çimin, normal, aktor shumë i njohur. Po, Pace, thoshte Çimi, faleminderit s'kam ngrënë. Pace, i thoshin ata, faleminderit s'kam ngrënë. Pace, faleminderit s'kam ngrënë. Kështu është dhe ky muhabet, duke u ngatruar me të shkretin dialekt që ne e vram, gegnishten, vim te kjo pikë, ku të tjera thuen, të tjera kuptojmë, të tjera dëgjojmë dhe të tjera perceptojmë. Okej, ishte shumë interesante kjo, ka nevoj për ta menduar frazën dhe për ta dekriptuar. Nuk ishte dekriptuese, po ishte e kriptuar. Pra, një frazë e kriptuar në shtëpi, dëgjoni disa herë dhe dekriptohen. Sot të erdhi folin në fund me kripto. Eson, për ta mbyllur, mendon që e ardhmja e PD-s do jetë doktori apo në shtator do ketë reformatim? Unë besoj që do të ketë një farsë reformatuese në PD në shtator, pra zoti Berisha do të ruaj fuqinë e vetë dhe do të jetë në krye të partisë, do të bëjë ndoshta një proces riorganizativ që do të jetë, besoj unë, një farsë e vërtet, duke ruajtur të njëjtet skem besnikësh. Do të jetë ky varri i PD-s apo do të jetë rilindja e PD-s, zor ta parashikoj, po që shtatori këtë vit e mbylli me një farsë reformuese brenda PD-s, jam e bindur për këtë që nuk kemi një debat për të larguar Berishën. Faleminderit Eson Akonome, faleminderit Çemila, faleminderit Anduena Dabani, Nida Bozheku dhe Lart Vasili, natë mirë. Kjo ishte 360 grada për këtë javë, pa sepse jemi ejte. Miru pafshim të honën. Shpresoj të mos jetë emisionit fundit i ditës sënë që vjen. Natë mirë.